Mbyllet votimi. Janë 79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projektvendimi nuk miratohet. Pas votimit për mocionin të paraqitur nga opozita, ku një grup deputetësh kërkuan shkarkimin e kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, u konstatua vota unanime e Partisë Socialiste kundër kësaj kërkese. Rezultati i votimit ishte votuan pro shkarkimit 10 deputet, votuan kundër shkarkimit 79 deputet, mungonin në sallë 4 deputet të mazhorancës: Edi Rama, Belinda Balluku, Elisa Spiropali, Ardea Pirdeni. Shifra totale prej 83 deputetësh tregon rikonfirmimin e Niko Peleshit si kryetar kuvendi, ndërsa opozita, që ishte nismëtar, u përfaqësua nga vetëm 10 votues deputet, nga 36 firmëtar, vetëm 10 votuan pro firmës së vënë në mocion. Nuk është çudi që nesër të ngren pretendimin që socialistët ju kanë vjedhur votat me elektronik. Justifikimi i opozitës ishte e nuk pas kanë kuptuar se çfarë bëhej. Justifikimi i opozitës ishte se nuk pas kanë kuptuar se çfarë bëhej. Kjo thjesht i nxjerr të gjithë si njerëz që, siç nuk ditën të votojnë, mundet nuk dinë as se çfarë kanë firmosur kur nënshkruan mocionin.